SPA ka kërkuar 5 vite burg për Alqi Bllakon, i akuzuar për korrupsion pasiv për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Prokurori Dritan Prençi tha se Bllako është zyrtar i lartë shtetëror dhe kërkuan shpalljen e tij fajtor për korrupsion pasiv në 2 raste. Nëse dënohet me 5 vite burg, Bllako përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe dënimi përfundimtar do të jetë 3.4 vite burg dhe 5 vite nuk ushtron asnjë funksion publik. Sipas SPA, Bllako ka përfituar në mënyrë të tërthort shumën prej rreth 120.000 eurosh nga Klodian Zoto dhe Mirel Mërtjeri, pronarë de facto të shoqërisë koncesionare për blerjen e një pajisje për aktivitetin tregtar të babait të tij, një fabrik birre në Ersek. Gjithashtu, Bllako i ka propozuar Vladimir Bezhanit të vazhdonte detyrën si këshilltar i jashtëm i ministrit të mjedisit Lefter Koka dhe të ndihmonte me konsulencë juridike gjatë kohës kur kishte lindur ideja e projektit të zhvillimit të procedurës së dhënies së koncesionit. Për shërbimin e Bezhanit si këshilltar i jashtëm i ministrit të mjedisit, Bllako akuzohet se i ka kërkuar Klodian Zotos që ta punsonte fiktivisht Bezhanin për siguruar një pagë prej 7.5 milion lekësh të reja. Sipas SPA, gjatë kohës që Bezhani ishte këshilltar i Kokës, ka mbajtur kontakte me Klodian Zoton, sipas orientimit të Alqi Bllakos, duke i siguruar të dhëna të marra nga autoriteti kontraktor.